Të marrësh para borxh edhe për qejf. Të paktën këtë mënyrë duket se po zgjedhin shqiptarët vitet e fundit për të shkuar me pushime gjatë sezonit të verës. Sipas të dhënave nga Banka e Shqipërisë, në muajt e verës të këtij viti janë dhënë overdrafte në valutën euro me vlerë 390 milion lek. Për gjatë 4 viteve të fundit, shuma e dhënë nga bankat e nivelit të dytë për këtë produkt në valutën europiane është dyfishuar. Do të thoja që jo vetëm me overdraftin për pushime, po ka edhe nga ata që marrin overdraft për martesë, për berdasën, që nuk bëjnë sens. Por këto mendoj që janë raste sporadike. Por mos harrojmë që ka shumë prej kompanive në treg që po shesin me kredi produkte. Këto janë përsëri kredi dhe përsëri për cilat paguhet. Do nëse rritja më e madhe e dhënies së kësaj forme huaje ka qenë në euro, pesha më e madhe është në lek, duke bërë që ekspozimi ndaj këtij produkti të jetë më i lartë. Referuar të dhënave nga Banka e Shqipërisë gjatë periudhës qershor-gusht të këtij viti, ishin dhënë overdrafte me vlerë 1.39 miliard lek për individët. Atëherë, në bazë të dhënave që dhe i diskutuan paraprakisht, kemi një rritje të volumit të overdrafteve. Kryesisht me një trend edhe gjatë verës, sidomos për ato në monedën euro. Produkti i overdraftit është një produkt financiar i cili është aty për të përdorur nga konsumatorët, por sa e njohin ata këtë produkt se si duhet funksiononte më mirë për veten e tyre, në djenin time nuk njihet. Fakti që rritja është e madhe dhe është në disa miliona euro, në qoftë ta bëjmë më të thjeshtë për dëgjuesin, atëherë kjo tregon një ekspozim gjithmonë e më të madh të konsumatorëve me këtë lloj produkti, që do të thotë kosto më të larta për të paguar. Periudha tjetër përveç sezonit veror ku rritet fluksi i marrjes së overdrafteve është edhe ai i dimrit, konkretisht në muajin dhjetor.